Përshëndetje miqtë mi. Miqtë vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e ëngjëjve që na thonojnë për ditën e sotme. Për lexime personale, private, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe filloj. Thonë ëngjëjt për ditën e sotme, mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme janë. Lëre të shkoj, thot. Lëre të shkoj çdo gjë negative. Sepse është e mundur gjithmonë, ka mundësira. Për ndryshime të lumtura në jetën tuaj. Pra do të ndodhin ndryshime të lumtura në jetën tuaj shumë shpejt. Prandaj duhet të prisni, thot, të komunikoni në mënyrë shumë të qartë me veten tuaj, sepse situata do të përmirësohet në maksimum dhe çdo gjë do të zgjidhet në mënyrë paqësore, pra do të zgjidhet me paqe. Kërkoni një shenjë në univers, pra në ëngjëjt tuaj, kërkoni një shenjë, sepse është gati për të ndodhur një histori e bukur dashurie. Këto ishin mesazhet e ëngjëjve për ditën e sotme. Faleminderit miqtë mi.